Brenda muajit maj, vetëm në komunën tonë përkujtuam 3 masakra të mëdha. Me të vërtet dhimbje, emocion as pak e lehtë për të krijuar këtë mere. Megjithatë, nuk është rastit kur thuhet se liria nuk falet, përfituhet me sakrificë. Liria është një emërtim i vetëm, gjakurin i matërve e i dëshmorëve tanë. Studime mëngjes ditë hanë, datë 31 maj 1999 ndodhi tragedia e radhës. Policia, ushtria serbe masakrej 12 anëtarë të një familje. Sala Gërgjaliu 35 vjeç, Gjemal Gërgjaliu 63 vjeç, Selatin Gërgjaliu 50 vjeç, Fahrie Gërgjaliu 40 vjeç, Safie Gërgjaliu 30 vjeç, Shaba Gërgjaliu 16 vjeç, Muharrem Gërgjaliu 30 vjeç, Mejid Gërgjaliu 12 vjeç, Abdurrahman Gërgjaliu 9 vjeç, Bebera Gërgjaliu 6 vjeç, Safer Gërgjaliu 6 vjeç dhe Sabaudin Gërgjaliu 5 vjeç. Me 28 mars 1999, te lagja dalë kënë ushtre, një polic serb kishte vrarë Shahin Gërgjaliun, djalin e Selatinit, kështu ishin vrarë 30 anëtarë familjes së Selatinit. Sipas dëshmitarëve, në fillim policët serb kishin dhënë peng Gjemalin, Selatinin dhe Shabanin, djalin e Selatinit, dhe dyshohet e besohet se i kanë detyruar të shndrojnë në dhomën ku është krimi makabër ndaj familjes së Selatinit. Me të vërtetë ky është sadizëm kriminal. Pasi kanë ekzekutuar familjarët e tyre, të 30 dhënit peng i kanë larguar rreth 1 kilometër nga shtëpia ku ishte kryer krimi, rreth 200-300 metra larg vendit i quajtur te hambari komunistës, ku aty kriminalit serb ekzekuturin edhe 3 pengmarrësit shqiptar. Doktor Shukri Gërgjaliu ka thënë, citoj, një ngjarje shumë e tmerrshme në studime ndodhi në 23 maj 1999, ku u dhënuan, u ekzekutuan e u masakruan 8 femra. Ishte skene të tmerrshme kur ato gjetën të ekzekutuara e të masakruara. Të pruni në studime. Mbi këtë prua, pas luftës, trupat bojtë të Kosovës ndërtuan një ugër që pakëzuan me emrin simbolik Ura e Çikave. Kulmi i vrasjeve mizore ishte masakrimi i familjes shumë anëtarëshe të dëshmorit Selatin Gërgjaliu në mëngjesin e 31 majit